Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Në fakt, sot nuk jemi në studio, sot kemi bërë një lëvizje shumë të bukur për të bërë një vizit. Në këto ditë të ngrohta të verës, temperatura të larta, më vinte shumë keq që artistin që sot ka marrë ta vizitoj në shtëpinë e tij, ta nxirrja nga shtëpia dhe ta merrja në studio. Dhe vendosa që më mirë të vi vetë dhe ta takoj në shtëpi, të bëjmë pak muhabet për vitet e bukura, për kujtimet, për dashurinë, për lumturinë që jeta i ka dhuruar. Sot jam në një familje që mbiemri i tyre është shumë i madh. Besoj mbiemri Grubi është një mbiemër i nderuar në artin, në kontributin që kanë dhënë për kombin shqiptar, por edhe për muzikën e bukur. Kjo familje ka shumë personazhe intelektual. Por unë sot kam marrë ta vizitoj të nderuarin profesorin, arsimtarin, por edhe veteranin e muzikës, zotri Faruk Grubin. Zoti Grubi, faleminderit shumë që më prite në shtëpi. Një thënie vjetër dhe popullore thotë kështu: shtëpitë shqiptare gjithmonë kanë dashuri. Faleminderit edhe juve për ardhen. Unë u gëzova shumë kur më tregove se ke ndërmend fish të bësh një intervistë. Nuk është vonë asnjëherë, po edhe tash besoj që do të jetë shumë më interesante ti njoftojmë edhe opinionin se kush jam, kush kam qenë, çka kam bërë, gjithë ato nëpërmjet Faleminderit shumë nëpërmjet monitorit. Besoj që do të dalë edhe më mirë. Faleminderit. Falenderoj shumë. Besoj që do të shkojmë edhe mirë, bukur, edhe biseda do të jetë shumë më e ëmbël. Zoti Faruk, para se të fillonim xhirimin më te 3 vëllezër. Si e kujton fëmijërinë tënde? Po shiqo, ne 3 vllazën kemi qenë. I ndjeri, baba im ka qenë berber dhe ai na ka mbajt, na ka shkollu, na ka rrit, në gjitha ato të mirat që kemi pas prej tij. Ai ka dalë mëngjes edhe kur është shky vonë mbrëmje. Nganjëherë edhe kur kemi qenë të vegjël, kemi kërku diçka të na bleje, ndonjë patik ose diçka. Na thoshte, sot nuk kam pas shumë mështeri, ditë tjetër. Ditën tjetër 2 fish është po rritja e çmimeve të patika. Babi çeto, është rritu sa orna, kisha punë. Domethënë ka qenë shumë. Edhe ai rrjedh prej një familje çakovare, intelektuale, gjithë nipat, stërnipat e tij janë intelektual. E kur kanë ardhur në Shkup këtu, mendon që në 20-ën aty dikun, agja i më i madhe, atëherë kishte pas shkollën e mesme Mbretërisë Serbo-Kroate Slovane, Slovene, si ka qenë. Po. Edhe kishte punu në Bankën Popullore të Mretit. Shkup. E mandej një nga një vllazërit i mirë në Shkup, i adapton në për punë të ndryshme, baba im berber ka qenë. Edhe sot më kujtohet si i vogël shkojsha në dyqanin e tij, tash ku është teatri Maqedonisë Popullor përreth Vardarit, përballë teatrit ka qenë dyqani i babit tim. Gjithë artistat maqedonë, çka kanë qenë qoftë në teatr, qoftë në operë, kanë qenë mushtëritë e baba im. Atëherë normal berberët kanë prej me kërshane edhe në Maqindore. Normal. Kur vinte i shkreti, janë konte durt. Edhe ne i dham vetës 3 vllaznit, e 3 vetëm një shkollë ka qenë atëherë në Maqedoni, një shkollë e mesme shqipe, Zeflish Marku normalja, vetëm një. Domethënë Dibra, Struga, Kumanova, Ohri, krejt këto qytetet, Kërçova, janë destinu në Shkup për shkak se s'ka pas shkollë mesme tjetër. Do thënë gjitha këto qytetet në Zeflish Mark. Asnjë shkollë nuk ka qenë shqipe, përveç Zeflish Markut, po foli viteve 60-ta. Edhe unë në klasë kam pas një Maqedoni të tërë. Dibran, Strugan, Kërçovar, Kumanovar, gjitha trojeve.
Edhe diqysh më kumblonte edhe në vesh kur i ndëgjësha Prespan për shembull kur folnin Strugan sidomos. Mirë po u adaptova vitin e parë edhe unë jam shumë komunikativ, saqë nganjëherë edhe unë folsha si ata. Të më kuptojnë. Ne normal, ne në arsin do ta folim edhe gjuhën standarde. Patjetër. Ne u kuptojshim, po nganjëherë ata tjetë Kumanovës për shembull, rrethit Shkupit nuk u merrshim vesh me këta Presfant, edhe profesorët kemi pas shumë të fortë, Prespan, Strugan, Dibran. Dibran e kemi pas një sejla mbjerë, s'më kujtohet emri kjo punë para 30 sa vjetë. Kapacitet ka qenë. Ndoshta me trup këtu i shkurt, ama gjithë shkolla ju kanë frigu. Me mendje ka qenë. Prej nisheve, unë zbesoj që ka pas ndonjë fizicient më të fortë se ai. Domethënë ka qenë në të vërtet një leat e profesorave tonë, për shkak se në normale mësoheshte në vitin e tretë psikologjia e fëmijës, prej moshës 5 vjeçare deri në 15. Pedagogjia prej moshës 5 deri në 15. Domethënë landë e posaçme. Jo si provim në pasë diçka. Vitin e tretë, vitin e katërt. Faktikisht ne ato landë mësojshim edhe kur vitin e tretë shkoshim edhe në ospitim në për shkolla, në çonte profesorit, shkolla të ndryshme. Edhe çka na thoshte profesori, shife thot, edhe nëse nuk je i përgatitur mirë, nëse ke vokabular fort, je i aftë të komunikosh me nxënësat. Ja ke arrit qëllimin. Ja ke arrit qëllimin. Pse? Nxënësat shiqojnë ty, gojen edhe trupin. Kush e nuk shiqojnë drasën. Eta ajo ka ndiku të unë shumë. Mirë po ndoshta edhe ajo është një dhurat e Zotit që më ka dhënë zonin edhe aftësinë e komunikimit me njerëz. Po pra se tani fëmijëria jote s'ka qenë vetëm te shkolla, ka qenë edhe muzika. Patjetër. Ne për shembull më kujtohet 3-4 familje kemi jetu me një obor i madh. 2 vllazërit ne edhe 2 djemt e Azës. Beso që sa herë që kishte ndonjë event, darsë, mësyneti ose diçka, unë e kisha një def, këndojsha, i ri shumë, shkollë mesme, i biçat devit këndojshme dhe mbledhshin gjithë rinia. Ne do të thumë, darsë ma ti kemi fillu një javë ditë para. Mandej filloja banketi, shko edhe vjerë shpi, shko ndodhi, mbetësht atje. Ato ditë nuk harrohen asnjëherë, kam qenë adorues, idol i familjes time, se ne jemi gati 100 diçka në familje. E familje goxha e madhe. Po, shumë. Edhe kur u martum ne gjithë fëmijë, vendosëm që atë festën e Bajramit që kemi, drekën ta bëjmë në një restorant, në një ambient ku do të takohemi gjithë ata që nuk kemi parë. Do me thënë, pasi që jeni martuar, keni vendosur që drekën e Bajramit të hani në restorant. Ashtu, për shkak se të pa filma, serik, turk, spanjoll, shifshin disa raste ku për shembull njënin qytet tjetër në qytet tjetër, vajza me djalin po takohen, po njoftohen, po kalojnë, po dashurojnë, edhe në fund marrin vesh se janë kushëri. Po. Ajo na ka nxit neve që me të vërtet ta bëjmë një ndej ashtu, edhe ajo tradicionale ka qenë. Shumica e vajzave tona që janë të martuar në Strug, në Dibër, në Presp, Prishtinë, Ferizaj, vinin vajzat, do me thonë gjakut tonë. Vinin me dhëndurt nuk na njifshin. Ajo ishte një, nuk e di si me thonë, gjitha nuset tona pregatishin ëmbëlsirat i bishim në restoran, drekën e restorantit. Do me thënë 100 persona apo më shumë? Ma shumë. Edhe me një ambient aty të Konaku, ishte për fëmijë edhe për ne. 35-20 fëmijë. I ku je ti, i ku ti, kene ke bate atë, ti, qka i ke atë? Ajo ka qenë një kënaqësi e madhe. Ja nisi pak me ushujt se na mungonin për shembull çdo vit nga 1, nga 2, nga 3 persona na ndroqin jetë. Edhe jo që u largum, ne nuk u largum, po këta të rit nuk doshin me marr atë bastonin e
do më udhëhec, për shkak se ajo me të vërtet ishte pak e rëndë, ti marrësh në telefon, vetëm me telefon kemi kontaktu, veç ka qenë ndej fantazi, nuk i harroj ato asnjëherë. Ato momente. Vitin tjetër, për shembull, kur kishim ndeje, e shifshim video, ma parë videon e shëshim, edhe shifshim, ja, ky ka ndru jetë, për kushërive, jo nana, jo vllau, jo taja, jo atë. Ishte një me të vërtet moment shumë i vështirë, po edhe mirë kur ta shofish. Këngën këndojshim, ka të gjithë. Kanë qenë kohë të bukura. Shumë, ato nuk kthehen ato. Më pas, ju vazhduat studimet. Studimet në Shkup të shkollën e lartë, grupi klasor, vërtet u regjistrova matematik, fizik, atëherë vetëm 3-4 landë ishin shqip, një profesoresh bëri problem me mua, unë nuk dita, prind nuk i kam pyet, as që kanë mujt prind me ditë se ku jam, çka për studioj, incident me te dhe jo që më largu prej, unë ndrova grupin. Edhe ma boni një profesor atje, se haraj kurda të mirat e ti, dhe ta diçka të largu një javë prej, se ajo prej frikës ndoshta nuk do të akuzon. Edhe dola në grupin klasor, edhe pse kisha dhëndrën në aty, jep të matematik me Zafer Beqiri, mirë po i kisha edhe profesorat që kanë dhënë shkollë të mesme, i kisha edhe atje. Ka qenë profesori pedagogjisë Recep Recep, Presvan Indjeri, psikologjisë ka qenë Kastratis, unë këto tash emni, edhe shumë, Ismail Aki Kuriu, kishte bile një ditë, se vajza ti është nusja jonë. E përshëndesim. Ariana. E përshëndesim. Edhe Blerimin, janë muzicient. Edhe kishte, edhe ai kishte një në Prishtinë ekip televizive, kishin marrë një gjysore ma tepër intervistë ashtu. Ishte plak me të vërtet. Po jo edhe atë shumë vite sa... Kur e tha e plakje, na është plakja e bukur? Plakja, te unë atë si, unë për shembull edhe këngën kur e këndoj, i jap vetit një kurajo, i thom, robi s'plaket kur do në vetë. Unë kam vitet, goxha vite i kam, por nuk i them vetit që jam plak. Vitet shkojnë e vit, se unë e kam edhe datëlindjen natën e vitit 3, ku e festojnë tërë bota. Feston dhe ditëlindje. Tërë bota e festojnë. Unë e kam festu me të ndjerën, didaren, kemi thirë misafir, kemi thirë edhe të asaj, edhe të vllazën të sende, kemi kalu shumë bukur, që kur ka ndru jetë ajo, unë e vitin e ri, nuk e pres vetëm këtu, pak emocione kam tash, i bëj një retrospektiv të atyne viteve që kemi kalu bukur, shumë bukur, ne kemi qenë edhe vlla, motre vlla, edhe shoqe, edhe kolegë, kemi punu me një kolektiv. Kam qenë shumë i lidhur me te, tepër. A më shumë të që kemi qenë, që kemi knaqë edhe me fëmijët, edhe me fatosin, edhe me natyrën, kur ka qenë kohë e pandemisë korona. U mbyllëm ne këtu, natyra punon të në dhomën e vetë, fatosin në dhomën e vetë, online me kompanit, kjo me ambasadën kishte telefonat gjithë, çka kishte konsultorës. Shkon të Ramstor këtu, blente gjana ushqimore, i binte në koridor dhe na thoshte mua dhe didarës, mos i prekni, unë kur do të vi prej punës, do t'i sistemoj në për frigoriferës. Kemi lujt në tavolinën aty, tanë ditës, kemi lujt kësi me hokej, zhollë e theme Gjakov, 14 që ashtu, sa që nga njerë kër lushim, nuk i haroj ato, po e paraftyroj, kur fiton të fatosi, gëzo është edhe natyra. Kur fitoj shaune, plaku. Se fitove ti, pse jo aj. Edhe më thekët, shoja nej letër, diçka që të fiton aj. Ato e kuptojshën, vedishën që si
Kemi kalu shumë bukur ato 3 muaj ditë. Si u njohe me Didaren? Si u njohe me Didaren? Me Didarin jam njoft në Gjakov. Kanë qenë lidhën, vajza e tezës ka qenë me motrën e Didarës, madhen, kanë qenë konata. Edhe basi i vdisë nana e Didarës, kishte vendos, mirë po shifë është historia edhe tjetër edhe ma e gjatë, se baba e Didarës ka punu në Shkup viteve 50 deri në 55-ën. E kanë dje që dojmë këto vajzën këte. 54-ën kur ka lind Didarja, i kanë tregu shokët, se këtu ka pas shumë gjakovar që kanë Po. kanë studiu medresën, zanat, edhe i kishte thonë aty në shokëve që kjo vajzë si duket që ka shkrup për marrë në Shkup. Shive. Mas pajzon 28 vite kër i mbushi shoqja, unë joftum në përmjet asaj vajzës tezës, kalum një 3-4 muaj ditë ashtu mirë, kur një ditë për më thot, a ditë që ka thot, babi më ka thonë, me ardhën shpi. Thash po ne ende si me feju, unë jam të, jo, a i për ka qevë, mos se tisim në për Sokaçe rrugë të Sërra në shpi. Shumë ka qenë njëri mirë. Edhe ati, edhe e pa tjetë shkurt, 82-shin ne u martumaj, 84-shin ndroj jetë. A që ka qenë i gëzum me familjen time, se i kish pas njoft, te për prindë të mi. Më përpara i ka njoft. Agja i Didarës kishte qenë këtu në medrese, në Shkup. Edhe babi si berber, normal ata kanë ardhë, te ba një herë në mujtë ase kanë ardhë me u qedhe dhe pa para. Mirë po e ka shti edhe nanën e vetë babë. Baba theke, oj non, nëse do të thiri këtë ata 7-8-10 sa janë Gjakovar, të bësh pite, një me spanak, një me djath, një me gjiz, një me të thiri, ose jo, edhe është rrita e shëshnia. E agja i Didarës, ka kanë mbjemnin Zeka. Zeka, po. Ashtu, e njoftën familje shumë, e njoftën intelektual, edhe i kishte thënë shive, thëtë na si harrojmë ati të njerit babës, Ismet Grubit, Respektin. asnjëherë ato të mirat që na i ka ba. Fjallën e kam, mas jo njoftum, u fejum, shkus na i themi misiti, e qova Baxhanakun. Po se ka pas lidhjen. Po, edhe erë Baxhanaku me vlajnë e vetë, muhabet e po të regon. Shive, me 28 shkurt janë njësë për mramje e kanë marrë fjallën, nesit me 29 shkurt kanë ardhë këtu. Do me thonë aja ka që njëherë 4 vjetë 29 që është shkurti. Edhe unë i thësha, cilën datë po e marrim të arsi fezën? Ditë 28 ndje, për një sotë 29 që. Ne, shive, kranistën në qohën kur foli për shosën, për jetën që kemi pas. A të mungon? Shumë. Mirë po, fillimi ka qenë shumë i rrezikshëm për mu, për shkak se unë s'kam pas asnjëherë as sheqer, as tension, as asgjë. Prej stresit që kisha traumë, që më zoni pa prit, pa kujtu, nuk ka qenë e smur asnjëherë. 4 muaj ditë, si dul në penzion, vërtet para 4 muaj para se me dalë në penzion, njëherë në vit shkolla në çante në për stacionet ambulante, me bo komplet një kontrollat sistematik ashtu, edhe asaj i dullën dokumenta që avan këtu remedikat e zhelzarat. Top forma. S'kishte kërfar smundje. Cigaren e pinte, nga njëherë edhe ja thështë edhe alkoholit, se baba i Didarës ka punu në hotel si një koqir. E paramendoj tash ku të shko një koqiri në Bodrum me marrë raki, për shembull, më vend, diçka, pa tjetër. Pa e provu vetë, nuk ja jep. Është e thartës, ka. Mirë po, me të vërtet familje shumë e nderune, shumë e respektune. Mu, si dhëndër, atë që më kanë respektu, sa që edhe kushërit e ti, shosës, kushërit e Didarës nuk më kanë respektu për hatët atyne. Shumë. Kanë respektu edhe mu. Se unë jam shumë një tip përshtu komunikativ, kam qef me si cilin edhe që se njofë. Të lesh një fjalë të mirë. Të lesh ti, unë ati, aj, mu edhe unë i tregoj gjitha me njerë.
jam asi tipi që nuk më shefi asgja, kur njetë nuk kam rrejt, kur njetë nuk kam bërë ndonjë dallavere, asnjëherë nuk pres dikush të mvijet të dera të pjesëzirës, që ti borxhin kur do ta paguash, asnjëherë. Tash, edhe që jam vetëm, për shkak se fotosi ka shku ka 1 vjet diçka në Spanjë, vajza 5 herë në ditë telefon, afër e kam këtu, thot babi kur të mërzitesh thirrëm telefon. Edhe nxënësat e mi që i kam pas, nxënësat sot janë kardiologa, doktora të ndryshëm me sidomos ai Besim Murtizani është kardiolog shumë i fortë në spitalin Nën Tereza, shumë arsimtare. Kur ta shef që je mërzit diçka, nuk po të bën edhe televizori nuk po Nuk të jep kënaqësi. Nuk jep kënaqësi ose energji, vishu derës qelsin edhe dil jashtë. Se me bë më rënë depresion, si po tregon ti, s'ka pirënane më që të mundet mas. Edhe në të vërtet mund ka mbajt ajo, mirë, po ma tepër kënga nga mbajt edhe shoqëria. Kënga dhe shoqëria. Kënga dhe shoqëria ma kanë hekat depresionin, se unë të kisha rënë depresion, po më ditë ku isha sot, ajo po më jep një fuqi, një kurajo që unë vazhdoj jetën. Zoti Faruk, ju e thatë, do me thënë djali juaj ka ikur për të ndjekur magjistraturë, nëse nuk gabohem? Shpanisht, në gjuhën spanishte Po. ta kryen edhe atë, për shkak se këtu ku ka konkuru, Nuk është punësuar. është punësu, mas një ditë i kanë thonë nuk guxojmë për shkak se nuk keni bres partia. E të mërshme. Do me thënë, Ku djalin të njerë ishte aq i dëshprum, thot babi thot për mua nuk ka jetë këtu, unë humba fakultetin e mbarova vite sende dhe ma bojnë ashtu. A ka punuar për shoqata komunitare, shoqata. por nuk e ka marrë pozicionin që e meriton. Pozicion që e meriton, tjetë me një zyre. Ai për shembull ka punu fotosin në 2 vjet në Këshillin Britanik. Po, po. Aty ka qenë shumë punë e eksakte edhe shumë punë e rëndësishme ka qenë e tij. Ai ka pas për shembull zyren me 3 telefona. Prej Shqipërie, prej Kosovë dhe prej Maqedonie, te ai janë paraqit për bashkim familjar. Testet që ka bë. Po. Dhe aty pastaj Mandej ai veç ju ka marrë dhënënat, ju ka treguar në cilën kanal të shkojnë të... keni pyetje tash, Po. testimet, prapi kanë marrë përgjigjet këtij. Do me thonë ka qenë jaftë një punë kyçe, edhe shumë e kanë çmu, shumë e kanë dashur aty, mirë po, erë një ditë tha babi nuk e di çka i gjet këta, të transferuam për Beograd shkuan. U mbyll kjo, na dhanë CV-a të gjithëve, Dhe fatosi mbeti kishin thonë, ja i kishin thonë, që ke dëshirë, e jam e ne në Beograd. Mirë po, atë ishte situata para një 4 vjetë e 5, shumë e vështirë për ne, edhe sot është, Beograd të punosh si shqiptar, është shumë e rëndë. shumë. Këtu ka qenë e rëndë shumë, e le atje. Po. Më kujtohet, ka qenë si pata jo shoqata, po kjo mediave, e kisha katolike atje, Radiodifuzioni. jo radiodifuzioni, po shoqata e mediave ku shkojnë për shembull që ankohen këta të mediave. Okej, po, e kam parasysh. Aty ka qenë bajegi, funksion të mirë ka pas për shkak se anglishtën, shumë bukur, reflet ma Por edhe nga aty u largua? U largua për shkak se tanë ditën e kanë mundu, rrogë e vogël. Hajde mandej e punësun në Alsat, Po, mëngjesin. Ka qenë dhe gazetar, ka qenë moderator, përshëndesim. Si moderator, edhe atje tha, babi, tanë ditën, thash ku mbete mërti, ora në 7 e ke emisionin, deri në 9. Babi, më shkoj poshtë në zyra atje, non-stop më binë përgatitje, për shumë, për këte, ama Rruga pak. rrok shumë e vogël, edhe i kishte thënë atij Rashidit që shife unë do të largoha, zguzon të largohesh, edhe u largu, për shkak se s'kishte Emocion pune. emocioni i ri, që se tash për të tonë nuk luftoj për një të ardhmën tonë, ekonomikisht forcohem kur. Çfarë të ka mbetur peng për djalin? Peng për djalin kam mbetë se unë atë regjistrova, ai kam mbaru shkollën e mesme medicinës. Shkolla e mesme medicinës, Panço Karagjoz 500. Një ndër nxënësat më të mirë të shkollës, që kur shkonte në për verës pushimin që i kam pas, shkonte në për klinika të ndryshme,
Shumë mendimet mira, shumë CV-a të mira i kanë dhënë shkollës për fatos. Edhe regjistrova në fakultet Kirillë Metodi medicinën. Shumë mirë ke shumë puna, një 3-4 përvime më duket që i pa të dhënë. E mandej çaloj tani përsërish e moshuar me ato indicjet e atyne asaj kohës të shovinizmit, nacionalizmit. Anatomia është kryesorja. Po, edhe lënda më e rëndë. Edhe më kujtohet, ato si thot, dola babi të foli diçka për çova kishtin dola, mirë po nuk më kujtohesh macedonisht një termin, pasësi, macedonisht. Edhe i kishte thënë asaj profesoresh la bën anglisht, se shqip normal që kuptojnë hiç. Edhe ajo paska një të qeshve ironike, se ti s'po di macedonisht, anglisht. Edhe ky ka filluar të folë, e ka ndalë, ka thonë studentëve kush din anglisht, kishtarë në Maqedonia. Edhe Maqedonia e ka konstatuar që ato shka e tha koleg, këtë është në rregull. Po. Ky edhe ka qesh për gëzimit, ja, thotë ti të unë nuk do të marrësh notë. Hakmarja ajo. Nuk do të marrësh notë, edhe në qoftë se shqip ke Shqipëri, pse të vish të maltretohesh? Që i hup njeriu brenda 24 ore, këtë entuziazëm që e ka pas, edhe mandej e la, u regjistru në fakultetin filologjik, anglishtën, e ajo brengëm kalon se është pedant, është, nuk e di, jo që e kam djallë se me të vërtet edhe vajza, natyra ka njeri thoshte, o fatos, ku mësove ti për shumë me me ditë çka të blesh, në gjyrat Ti kombinosh. Unë i thëshë natyrës, natyra kjo edhe në të gjveqare, kur ka qenë arsimtari i artit i ka thonë, ku u mësove ti përzish 3-4 në gjyra, ta fitosh një në gjyrë. Thot po, edhe një kohë, kështu nervoz e mban në vetën, shumë i urtë është, shëshnin e ka të mirë shumë. Shëshnin i ka kremin e shkupit. Këtë ato shokë prind që janë intelektual, për shembull Mërgimës Abdinit. E përshëndesim Mërgime. E ka Bardhin, e ka Zanën shoqe shumë të ngushtë këtu afër, ajo është mbesa e Nadire Krasniqit për sëreshës time. Djalin e Arbenit, Arben Aslanaj. Edhe do vajza tjera që janë me të vërtet me familjet. Ata kur të mlidhen, nëse nuk është fatosi aty, nuk bëjnë tip neje. Ose nuk shkojnë dikun pushim pa te. Do të thënë si shoqëri shkojnë në pushim. Shumë është humorist, është diçka edhe fëshimore kur ka qenë. Ka qenë i tillë. Shumë i tillë. Për atë mëdhimet ai, që thënë ai talenti i tij që mos kishte zhvillu, ai ka zhvillu, po është shumë i afër, shumë më kënaq kur të folaj se do të din të imitoj, din çdo gjë. Zoti Grubi, çfarë arrite të kuptosh nga jeta? Njerëzit luftojnë shumë pas paras. Harojnë ndoshta edhe rrethin, sot jetojmë në cadi që harojnë dhe familjet, vetëm e vetëm për të bërë para. Ju që keni kaluar këto etapa të jetës, çfarë keni arritur të kuptoni? Unë kam arrit të kuptoj se ndoshta ajo fjalët e vjetra popullore kanë thënë çka të mbjellësh do të korrësh, ajo mase është e vërtetë. Se unë në mburëm krenar jam me natyrën edhe me fatosin, kanë mbaru fakultete, janë të aftë, komunikojnë, për shkak se unë i vlerësoj ato, i vlerësoj shumë. Ka njëherë edhe ndoshta po e teproja mirë po, me të vërtet kanë qenë edhe si fëmijë, edhe kur nuk kanë. Unë kur kam qenë në arsim, në rogat një, nuk e kemi pas me diçka. Edhe kemi qunë një jetë ashtu që thënë modeste, asë njëherë fëmijët nuk kanë kërku diçka ma tepër se që duhet. Ta shpëthojnë ka njëherë kur erdhen ata në rogën e tyne. Natyra, të kujtojt natyra, filan patika ose këpuca kur kërkojshim babi thoshte, jo, nuk janë të mira, to prishën lëkura është e dopte, shëpun atër, nuk kam pas aq. Shishër zotit që u bot ju
asnjëherë nuk kanë shku ka para, nuk është ajo primare. Te ata primare vetëm dashuria në mes veti, motre e vlla, edhe ata gjithmonë shumë na respektojnë, tepër, bile nga njerë kur merr telefon të babi bre, shumë më dhime që je vetëm, të kam lënë mirë, po rretharat ishin ashtu, unë edhe kur ti shkruaj ose që foli, ti e ke jetën përpara, hec, ta doj qefi, kushte unë nuk kam për me nxjerr me të çun Harvard ose dikun, ti je i Zoti vetë edhe me të vërtet Tiranë, ai aq është ambicioz, saqë me forcat e veta gjithmonë më ka thonë, obi, nuk du punësime partijake, unë du vetë me forcat e mia, edhe gjithmonë me forcat e veta është punësime. Ja ka arrit qëllimin. Ja ka arrit edhe është shumë ambicioz në ato punë. Gëzohem, aty pra njush kemi dy votime. Një votim i cili është për zonjën tuaj, për Didaren, Ashtu. është votuar nga djali juaj, Po. nga Fatosi. Po. Ky është një libër që Fatosi e ka shkruar me shumë emocion për libri i tretë për nënën e tij. Dhe këto janë të gjitha, është në gjuhën angleze libri, por edhe në gjuhën shqipe, me sa e di. Një faqe anglisht, një shqip. Të lexojmë një poezi nga ky libër nëse mundet. Cilën do ma kishe veçuar? Se ka shumë ndjenjë. Unë e di që Fatosi këtë libër e ka shkruar pas vdekjes së nënës së tij. Ashtu. Dhe të gjitha të emocionin e ka shprehur brenda Shumë. këtij botimi. Tash mos më kujtohet cila është e fundit që i ka ende thot nuk munden të mendoj se nuk je dorën ma ke dhanë, edhe ende dorën time e kam mbi dorën tënde. Sonte titulli, sonte e qetësoj zemrën, e ngadalsoj frymarrjen, shkrihem në jastukën tim, dhe sharoj përfundi për te dhe brenda ëndrave të mia. Zgjohem ende me dhëm të qumshtit, dhe me një zemër që nuk rreh për kujtime, por për një ditë me diell, ku shri e nën dhe zgjytëm në ujrat e përjetshëm të drinit. Edhe një natë. Po të kërkoj edhe një natë bashk. Të ecim rreth promenadës, plot drita, shumë gjyshe, veshjet e turistëve, goja jote e përvjelur në buzëqeshje, më i ngrohtë se moti i korikut. Të pim një birë pranë bregut të njelm të Jonit, ku qindra yje shëndrisën mbi ujin e erët. Një vallë zizëllonjash, ngjyrë kaltët e verdh, mes tyre e fshehur dhe kuqja e cigarës sate. Ma shtrëngo dorën tek porti i Sarandës, sikur do jesh këtu dhe kur do të zbardh agimi. E të shtirem sikur kjo natë e fundit që ta kërkova, më bën t'i kapërdi më lehtë ajo që do t'i pres vetë. Secila vjersh i ka ato ndjenjat e veta, mirë po njëna prej tjetrës nuk dallohen. Kretë është intenca, qëllimi i Fatosit që ka shkrujt, kretë janë ngjarjet me nënën e vetë. Është jeta që ka kaluar me nënën. Tepër, shive ka tentu për shumë dhe ta merë një fotografi kur ka qenë re në oborin e saj. Obori i shtëpisë. Ku ka qenë shumë e kujdesur për atë. Zoti Faruk, çdo të thotë për një burr të ndron jetë gruaja? Unë gjithmonë kam andru për një shok tjetës, sigur Didarja, edhe Zoti ma dërgoj atë, ka njerë edhe natyra na thoshte kur rritë të babi, si sta ndëgjova një fjalë të randë, ti thush mamit ndonjëherë, edhe pse mami ishte ndoshta nervoze, ti qeshe me ato fjalët e saj atë nervozit. Mas disa minutave ajo zbriste në tokë, këmbët i zbriste në tokë edhe thoshte, pse s'u nervozu babi yt natyrës? Po thot ti lëshoj, ai po të lëshon ti me u nervozu edhe mandej ti po të bin gjakrat, po lëshon kam tokë edhe po pajtohesh me te. Kam qenë asë tipi mama jote me Didare, me gjithë unë ashtu e kam.
asnjëherë nuk kam hinë konflikte. Gjithmonë, ndoshta më kanë thënë frikat ca, ndoshta diçka tjetër mirë, por gjithmonë ka dalë mirë. Shpesh edhe kur më thëshin qoftë shok, ku punon? Në Sambek. Si po të shojmë ata njerëz, ata të njoftën. Shifë thot, unë asnjëherë nuk e kam thënë fjalën e rënda askujt, as që ma thonë. Një rast ma specifik, kam taku në Nxansin, nuk ishte në Nxansin, mas 20 viteve, erdha afër këtu banesës edhe për thot babës vetë, a është që kjo apo më duket, thot po aj. Aj kur ka qenë 5 vjeçar, se fërshnjorët i kishin me një koridor. Unë edhe gjithmonë kam qenë i veshur me mantill, ato të bukur me uniform. E pashtu çaj. Pse çan, thot, po mësuesja ka shku të pije çaj, neve për na rrafin, edhe unë nxora një çokoladë krem banane për ja. A di çka më tha? Urrëtësi madhe. Ato fjalë për mua kanë qenë si me pas dhënë shkupin, edhe kishte thonë jo falënderes, si çfarë fjalë, pse ai e ka ndinë shtëpi, se kur jep dikush diçka, urrëtësi madhe. Pse ai nuk e ka ditë që më arsimtar. 5 vjeç e gjys ka qenë fërshnjore. E unë me ato sende unë jam mbajnë mend shumë, edhe fytyrat i mbajnë mend shumë, kështu që po kthen ata ajo vitet nuk i jasi. Cili është mesazhi jot për fund, zoti Grupi, sepse kemi arritur në fund të intervistës? Mesazhi im, sa ma pak të grindemi, sa ma pak të folim keq, sa ma shumë të shoqërohemi, të kemi një pozitivitet, pa marrë parasysh me cilin folim, mos jemi shumë agresive. Agresiviteti nuk çon rrugë të vështirë. E unë besoj që me çdo pozitivitet do të mrinë gjithmonë në jetë dhe çdo, edhe këngën mos ta harrojmë. Ata që e dinë, le ta këndojnë, ata që s'e dinë, le ta ndëgjojnë. E vërtet, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë, faleminderit për emocionet, dhe uroj me zemër që të jesh jetë gjatë, edhe të kemi gjithmonë në mesin tonë. Faleminderit edhe juve shumë, për shkak se mu tash kjo do të jetë një satisfakcion për shoqërinë time, për shokët e mi ku do ta shohin këtë, edhe le ta kënë si për kujtim. Faleminderit. Faleminderit. Ishte ky zoti Grupi, ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni në kanalin Monitor TV.